Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli dhe Gjesti në kriz, avokatja zbulon detajet. E ftuar sot në një intervistë ka qenë avokatja Nexhi Beqiri. Ajo ka folur më shumë mbi situatat më të shpeshta ligjore në Shqipëri, por jo vetëm. Avokatja është pyetur edhe lidhur me reality show-un e njohur. Një çift i gjeneratës Z si Egli dhe Gjesti, a do të funksiononin për martesë? Ajo shprehet që ditën që ata janë shfaqur e kanë parë që është një çift që nuk funksionon. Nuk është arsyeja vetëm ajo që thuhet në publik që Gjesti nuk e do, por duhet të mendojmë që Gjesti vjen nga ajo pjesë e fshatrave të Pejës që e kanë shumë të rëndësishme që vajza që do futet në shtëpi të jetë tradicionale. Ai nuk e ndjen veten asnjëherë vetëm. E ndjen veten me motrën, vllajin dhe 2 prindrit, kështu që nuk mendon vetëm për veten. Kur ai deklaronte më të madhe që nëse do të fitonte gjithçka e ka për familjen, ai e mendon një familje të lidhur ngushtë me njëri tjetrin dhe mundësisht nusja që do t'i vinë në shtëpi do t'jetë pak a shumë si motra apo mamaja e vet. Unë kështu e mendoj, shprehet avokatja.